Nëse Serbia cënon 1 centimetër të territorit tonë, Shqipëria e Kosova do t'jenë gati t'i përgjigjen. Kështu është shprehur kryeministri Edi Rama gjatë një misioni në Kosovë ku ishte i ftuar së bashku me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Kreu i qeverisë shqiptare tha se Shqipëria dhe Kosova janë promotor të paqes në rajon, por nëse cënohen do të mbrojnë sovranitetin territorial. Vučić të ketë kujdes të mos vizitojë ekstremistët se pastaj u kujtohet njerëzve se ka qenë me ata, ndërkohë unë vizitoj miqtë e mi. Tha Rama, duke folur për komentimin që Vučić i bëri vizitës së tij në zyrat e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Gjatë vizitës së ditës së dieshme në Kosovë, Rama u shpreh se urdhërarrësit e Serbisë për çlirimtarët e Kosovës e vënë në dyshim synimin evropian të Beogradit zyrtar, duke theksuar se do të kërkojnë pandalur që ato të ishin një herë për gjithmonë, dhe duke theksuar edhe mbështetjen për Ramush Haradinaj, i cili është ndaluar në Francë. Pashtu Rama u takua me homologun e tij Sa Mustafa. Dy kryeministrat vlerësuan nivelin e bashkëpunimit dhe theksuan nevojën e vazhdimit të adresimit të çdo çështjeje që rrit mundësinë e bashkëpunimit dhe arritjen e të gjitha objektivave të përcaktuara mes dy qeverive. Rama u prit edhe nga kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, me të cilin diskutoi për qeverisjen lokale, por edhe për çështje të tjera politike që prekin të dyja vendet.